Ruzaria me fjalën e Zotit. Lutje në vështirësi. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Në ato ditë i burgosën 7 vëllezër së bashku me nënën e tyre, të cilët mbreti duke i rrahur me frushkuj e dej qesh, donte t'i shtrëngonte të hanë mishin e thiu të ndaluar. Njëri prej tyre e mori fjalën në emër të tyre e tha: "Çfarë do të kërkosh e çfarë dëshiron të mësosh nga ne? Jemi të gatshëm të vdesim më parë se t'i shkelim ligjet e të parëve tanë." Ndërsa po lëshonte ofshamën e fundit, tha: "Ti, o i pashpirt, mbi të pashpirt, po na e merr jetën e tashme, por mbreti i botës e di se po vdesim për ligjet e tij, do të na ngjall për jetën e pasosur." Pas këtij e munduan të tretin. Kur kërkuan, vri keqiti gjuhën dhe trimërisht i shtriu duart e foli me zë të lartë: "Këto gjymtyr i kam prej qiellit, e për shkak të ligjeve të tia, i përbuz, por shpresoj se prej tij do t'i fitoj përsëri." Kështu mbreti dhe ata që ishin me të, mbetën të habitur për guximin e djaloshit se si i bënte në asgjë mundimet. Mbasi ky dha shpirt në këtë mënyrë, nisën ta coptojnë edhe të katërtin në të njëjtat mundime. Kur ishte në grahmat e fundit të vdekjes, tha kështu: "Është gjë e mirë të vdesim nga dora e njerëzve me shpresë të gjallë në hyjin, se do të ngjallemi përsëri. Por ti nuk do të ngjallesh për të jetuar." Dëgjoje, o Zot, çështjen time të drejtë, vështroje lutjen time, vëri vesh lutjes sime, që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët të mos më marrakoten. Në ndihmë të thëras ty, o hy, e më vështro, ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fshel në hijen e krahëve të tu, e unë në pafajsi do ta shikoj fytyrën tënde, e një ditë kur të zgjohem, do të kënaqem me praninë tënde. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty, o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Dëgjoje, o Zot, çështjen time të drejtë, vështroje lutjen time, vëri vesh lutjes sime, që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët të mos më marrakoten. Në ndihmë të thëras ty, o hy, e më vështro, ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fshel në hijen e krahëve të tu,
e unë në pafajsi do ta shikoj fytyrën tënde, e një ditë kur të zgjohem, do të kënaqem me praninë tënde. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Dëgjoje o Zot çështjen time të drejtë, vështroje lutjen time, vëri vesh lutjes sime, që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët të mos më marrakoten. Në ndihmë të thëras ty o hyj e më vështro, ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fsheh në hijen e krahëve të tu, e unë në pafajsi do ta shikoj fytyrën tënde, e një ditë kur të zgjohem, do të kënaqem me praninë tënde. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajsi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Dëgjoje o Zot çështjen time të drejtë, vështroje lutjen time, vëri vesh lutjes sime, që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët të mos më marrakoten. Në ndihmë të thëras ty o hyj e më vështro, ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fsheh në hijen e krahëve të tu, e unë në pafajsi do ta shikoj fytyrën tënde,
E një ditë kur të zgjohem, do të kënaqem me praninë tënde. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Dëgjoje o Zot çështjen time të drejtë, vështroje lutjen time, vëri vesh lutjes sime, që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët të mos më marrakoten. Në ndim të thëras ty o hy, e më vështro, ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fsheh nën hijen e krave të tu, e unë në pafajësi do ta shikoj fytyrën tënde, e një ditë kur të zgjohem, do të kënaqem me praninë tënde. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Në pafajësi po të thëras ty o Zot, dëgjoje lutjen time e më vështro. Më shpëto prej njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Vëllëzër, vetë Zoti ynë Jezu Krishti dhe hyi, aty ynë që na dëftoi dashuri dhe na dhuroi me anë të hirit të vet ngushëllimin e amshuar dhe shpresën e lume. Ai ngushëllov zemrat tuaja dhe i forcoft në çdo vepër dhe fjalë të mirë. Mandej o vëllëzër, lutuni për ne që fjala e Zotit të vrapojë të nderohet por si ndër ju dhe që të shpëtojmë për njerëzve të mbrapsht dhe të këqij. Sepse të gjithë nuk kanë fe. Por hyi është besnik
dhe ai do t'ju forcojë dhe do t'ju ruajë nga i keqi. Ne jemi plotësisht të bindur në Zotin si ju i zbatoni porosit tona dhe se do t'i zbatoni. Vetë Zoti drejtoft zemrat tuaja në dashurinë e hyjit dhe në qëndrueshmërinë e Krishtit. Në atë kohë, ju paraqitën Jezusi disa saducejnë. Saducejnë thonë se nuk do të ngjallën të vdekurit. Ata i bën këtë pyetje: Mësues, Mojsiu na urdhëroi, nëse ndokujt i vdes vëllai i martuar e nuk të lë fëmijë, i vëllai le ta marrë gruan e tij dhe le t'i linë trashëgimtar. Tash ishin 7 vëllëzër. I pari u martua e vdiq pa fëmijë. Edhe i dyti edhe i treti e mori atë kështu me radhë të 7 nuk lanë fëmijë e vdiqën. Në fund vdiq edhe gruaja. Tashti kjo gruaja, në ringjallje, gruaja të cilit do të jetë, sepse të 7 e patën grua. Jezusi u përgjigj: Bitë kësaj bote marrin gra së burra, kurse ata që u gjetën të denjë të kenë pjesë në atë botë e në ringjallje të vdekurve, as marrin gra, as marrin burra. Ata as që mund të vdesin më, janë por si engjëjt, e për arsye se rifituan jetën me ringjallje, janë bijtë e hyjit. E se të vdekuri do të ringjallen, vetë Mojsiu e shënoi në fragmentin mbi kaqubën, në të cilin e quan Zotin hyji i Abrahamit, hyji i Isakut, hyji i Jakobit. Hyji nuk është hyji të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë për të jetojnë. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen.